një dietar e pyeti studentin e tij, sa kohë ke qenë me mua? 33 vjet. Përgjigjet studenti. Dhe çfarë ke mësuar nga unë gjatë kësaj kohe? Pyet dietari. Kam mësuar 8 gjëra. Përgjigjet studenti. Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Jeta ime është humbur me ty, me që ti ke mësuar vetëm 8 gjëra. Tha dietari. Mësuesi im, nuk kam mësuar asgjë tjetër dhe nuk dua të gënjej. Tha studenti. Më trego çfarë ke mësuar. I tha dietari. Studenti tha, së pari. I vura re njerëzit dhe pash se të gjithë duan diçka, por kur shkojnë në varr, i dashuri tyre i lë. Kështu që i bëra veprat e mira të dashurit e mi në mënyrë që kur të hyjnë në varr, ata të hyjnë me mua. Së dyti. Reflektova mbi fjalët e Allahut të plotfuqishëm, por sa i përket atij që kishte frikë të qëndronte para Zotit të tij dhe e përmbajti veten nga ndjekja e dëshirave të tij, atëherë me të vërtetë xheneti do të jetë streha e tij. Kështu që u përpoqa t'i rezistoja dëshirave të mia derisa u vendosa për bindje ndaj Zotit. Së treti. E vëzhgova këtë krijim. Kuptova se kushdo që zotëronte diçka me vlerë e ruante atë që të mos humbiste. Pastaj reflektova mbi ajetin, ajo që zotëroni do të mbaroj, por ajo që është tek Allahu do të qëndroj. Kështu që sa herë që fitoja diçka me vlerë, ja besoja Zotit duke i kërkuar atij ta ruante. Së katërti. Vëzhgova njerëzit dhe pash se të gjithë mbureshin me pasurinë, prejardhjen a origjinën e tyre. Andaj, reflektova mbi ajetin, vërtet, më fisniku prej jush tek Allahu është më i devotshmi prej jush. Kështu që u përpoqa për devotshmëri në mënyrë që të isha fisnik në vështrimin e Allahut. Së pesti. Vërejta njerëz që shpifnin dhe mallkonin njëri tjetrin dhe kuptova se rrënja e të gjitha këtyre është zilia. Andaj, reflektova mbi ajetin, ne jemi ata që kemi ndarë midis tyre jetesën e tyre në jetën e kësaj bote. Kështu që e braktisa zilin, shmangia njerëzit dhe kuptova se furnizimi vjen nga Allahu. Së gjashti. Vërejta njerëzit se si e urrejnë, shtypin dhe luftojnë njëri tjetrin. Andaj, reflektova mbi fjalët e Allahut të plotfuqishëm, vërtet, shejtani është armik juaj, prandaj merreni atë si armi. Kështu që e braktisa armiqsinë ndaj njerëzve dhe ju përkushtua vetëm armiqësisë ndaj shejtanit. Së shtati. Vërejta njerëzit dhe pash se cilin prej tyre duke luftuar dhe duke u përullur në kërkim të furnizimit, madje duke ju drejtuar asaj që është e ndaluar. Andaj, reflektova mbi fjalët e Zotit të plotfuqishëm, dhe nuk ka krijes në tokë që furnizimi i saj të mos jetë tek Allahu. Kështu që kuptova se jam një nga këto krijesa dhe u angazhova me atë që Allahu më ka detyruar të bëj, duke lënë pasurinë time në duart e tij. Së teti. Vërejta njerëzit dhe pash se secili prej tyre mbështetet me një krijes tjetër si ata vetë. Ky në pasurinë e tij, tjetri në shëndetin e tij dhe tjetri në pozicionin e tij. Andaj, reflektova mbi fjalët e Allahut të plotfuqishëm, dhe kushdo që mbështetet te Zoti, atëherë ai është i mjaftueshëm për të. Kështu që hoqa dorë nga mbështetja të njerëzit dhe u përpoqa të mbështetesha vetëm te Zoti. Në atë moment, mësuesi i tij Eduard Rokiti dhe tha, Allahu të bekoft.